Fushat e radhës është thanë për Islamin. Kjo fushat nuk mëton edhe synon që të tregon vlerat e Islamit duke i përmend thënjet e njerëzve të huaj, jo musliman. Por thjesht është që mes tjerave, mes argumenteve të shumta të bollshme që janë në Kur'an dhe janë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë në faktet e ndryshme historike dhe gjeografike, të përmendim edhe një formë të argumentimit, edhe një formë të bindjes tek njerëzit se kjo fe është madhështore, është gjigante dhe fatkeqësia qëndron në atë se muslimanët, sidomos shqiptarët, nuk kanë informata mbi lavdatat e mëdha që kanë dhënë jo muslimanët kësaj feje. Për t'i treguar atyre politikanëve, atyre gazetarëve, atyre intelektualëve që kanë kompleks inferioriteti nga Islami, që shiko, njerëz e mëdhej, kokat e mëdhej, filozofë që janë promovuesit e vlerave bashkëkohore të botës, kanë dhënë fjalë lavdatat më të mëdha që mund të jepen kësaj feje, për të treguar që ti që je besimtar i zellshëm, praktikant i fesë, mos kesh kompleks të inferioriteti sikur se ka ai, se ai nuk e din këtë, kurse ti e din. Dhe normalisht synojmë që me këtë fjalë të bëjmë me dije edhe të tjerëve që ta njohin Islamin, e pastaj kushdo të ta pranon e kushdo të refuzon. Për shembull, një poet i njohur dhe filozof i njohur, Goethe. Njëri të thotë që sot në filozofinë bashkëkohore është shtyll. Në Gjermani është prej filozofëve dhe poetëve që ka një respekt të madh kur flet për Islamin dhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu thotë: njëri i shkëlqyer, dritë e Zotit, u përpoq që atë dritë ta përhapte në botë, por bota u ngrit kundër tij. Detyrohet që të flijon dhe të bëj kompromise për të ardhur qasje që ndikon tek ata. Në histori kërkova shembull e njeriu të shkëlqyer, e atë e gjeta te pejgamberi arab, te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo fjalë edhe fjalët e tjera që ka folur për Islamin tregojnë një respekt të madh. Bile në rast tjetër thotë Goethe, thotë nëse Islami është kjo që e lexoj, atëherë të gjithë na jemi musliman. Ose thotë pastaj, sa bukur Islami e mëson fëmijën musliman se e gjithë bota është në dorën e Zotit. Dhe kjo pastaj e ndihmon atë njeri kur të ballafaqohet me provat dhe telashet, t'i kalon në formën më të mirë edhe më të lehtë, edhe ai do thotë ecë përpara dhe nuk bëhet peng i fatkeqësive dhe ndodhive që i ndodhin atij në jetë. Pra, ky filozof i tha këtë fjalë dhe normalisht njëri prej studiosëve më të mëdhenj të Goethes thotë që do të lavdatat e mëdha që ka thurë Goethe për Islamin sigurisht se kanë qenë edhe shkak që ai edhe ta përfundon jetën si një musliman. Pra, ky konstatim që nuk është verifikuar mirë, po jeta e këtij, fjalët e tija kanë dhënë do thotë hapësirë për një konstatim të tillë. Për tyre që kanë folë dhe kanë thonë fjalë të mira për Islamin është edhe Lamartine, prej poetëve më të mëdhenj të Francës, i cili kur flet për madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në librin Historia della Turchia shkruan: është paksa citat i gjatë për ja vlen ta ndëgjojmë me vëmendje për ta kuptuar do thotë çfarë respekti ka pas ky njeri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të shohim se muslimanët e tonë me emra dhe familjesh musliman çfarë respekti kanë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta shohin ata që thënë shkëtira, libri i mesjetës, ata njerëz që fatkeqësisht marrin titull doktor shkence dhe janë profesor universitetesh dhe të krahasojnë veten me këtë filozof të madh që këtë bota e përmend. Thot kur njeriu nuk i ka vënë vetes vullnetarisht apo detyrimisht qëllim më të lartë, të rënohen bestytnit që ishin në vend ndërmjet njeriu dhe krijuesit, që njeriu t'i kthehet Zotit dhe të përtërihet ideja e arsyeshme dhe pa kontestueshme mbi hynin në kohën e kaosit, të materializmit dhe të vizioneve idhujtare rreth Zotit, të cilat ekzistonin atëherë. Thot kur
Njeriu nuk e ka pranuar një detyrë aq të paarritshme për aftësinë njerëzore, me mundësi aq të dobta, sepse si në ide, ashtu edhe në zbatimin e atij plani të madh, nuk ka pasur kurfar përgatitje të veçantë dhe kurfar ndihme, përveç një grushi të thjesht njerëzish që jetonin në skajet e shkretirës. Pastaj thot, kur njeriu nuk ka kryer një revolucion aq të madh dhe të vazhdueshëm në botë, pasi për më pak se 2 shekuj pas shfaqjes së tij, Islami përmes bindjes dhe forcës në emër të Zotit ka dominuar përgjatë tërë Arabisë, Persisë, Horasanit, Transaksonisë, Indisë, Sirisë, Abisinisë, përgjatë të gjitha vendeve të njohura të Afrikës Veriore, ujdhesave në Mesdhe e Spanjë. Që pastaj të thot, nëse madhështia e qëllimit, thjeshtësia e mendimit dhe rezultatet e arritura janë 3 kriteret e gjeneralitetit njerëzor, kush mund të marrë guximin të krahasoj cilin do njeri të madh në historinë njerëzore me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të njohur kanë vendosur vetëm ushtri, ligj dhe shtet. Ata s'kan formuar asgjë më tepër se potenciale materiale, të cilat shpesh u zhdukën para syve të tyre. Ky njeri ka nisur jo vetëm armatat, legjislacionet, shtetet, dinastitë dhe popujt, por miliona njerëz. 1/3 e botës së banuar të asaj kohe, madje edhe më shumë. Ishte më tepër se kjo, ishte besimtare muslimane. Më tepër se kjo, ai ndryshoi alltarët, zotat, fet, idet, besimet dhe shpirtat. Në bazë të Kur'anit, me çdo shkronjë që bëhej ligj, ndotoi nacionalizmin shpirtnor, që është i pranuar për njerëzit e çdo territori gjuhësor dhe racor. Ai na ka lënë si karakteristikë të pashlyeshme të nacionalizmit musliman urrëtitjen kundrejt zotave të rreshëm dhe synimin për një zot të pamaterializuar. Kjo rezistencë e patriotizmit kundër bastardimit të besimit në Zot u ka dhënë fuqi i tharëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Marrja e 1/3 së botës përmes fesë së tij ka qenë mrekullia nga ana e tij. Ideja e unitetit të Zotit, se Zoti është një, që e proklamoi midis trillimeve për zotat e ndryshëm, ka qenë e tillë që mundi të rënojë të gjitha tempujt e lashtë të idhujve, duke frymzuar me fen e tij 1/3 e botës. Jetën, përsiatjet dhe guximin e tij ja kushtoi luftës kundër beslutnive. Guximi i tij në kundërshtimin e dhujtarisë, qëndrueshmërinë gjatë qëndrimit 13 vjet në Mekë, pranimi i njerëzve të përbuzur publikisht dhe gati të shtypur nga ana e bashkohasve, predikimi i tij i pandërprer, lufta kundër pabalazisë, besimi i patundur në sukses, durimi mbi njerëzor gjatë provave, modestia në fitore, ambicjet e tij, të cilat kanë qenë të orientuara drejt një ideje, lufta e pafund dhe e vazhdueshme, bisedat mistike me Zotin, vdekja dhe triumfi ndaj vdekjes. Të gjitha këto dëshmojnë jo për mashtrim, shtirje dhe gënjeshtër, por për vendosmërinë e tij të fortë që të përtrihet feja. Kjo fe ka pasur 2 parime themelore dhe i ka edhe sot. Zoti është një dhe ai nuk është material. Parimi i parë tregon se çfarë është Zoti, kurse i dyti çka s'mund të jetë Zoti. Muhamedi që përmbyesës i zotave të rrem me shpatë, vendosës idesë me fjalë. Filozof, orator, mësues, ligjvënës, luftar që luftoi për idetë e tija, përthirrës i besimit racional dhe adhurimeve pa fotografi, themelues i 20 perandorive toksore dhe i 1 perandorie shpirtnore. Ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke marrë parasysh të gjitha kriteret me të cilat mund të matet madhështia njerëzore, me të drejtë pyesim, a ekziston njeri më i madh se ky? Pra, edhe ky njeri tregoi madhështinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht me automatizëm edhe madhështinë e kësaj feje që fatkeqësisht na nuk e njohim. Andaj po ta njihenim si duhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe virtytet e Islamit, nuk do të na mbetet tjetër përveç se të nënshtrohemi atij apo ta vlerësojmë ashtu siç meriton. Të kalojmë prej poetit, filozofit tek një burgshtetas, udhëheqës shteti dhe një ushtarak i njohur, Napoleon Bonaparte. Çfarë thot Bonaparte për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Pra ai thot kështu: Musa alayhis salam apo Mojsiu ja ka shpall fen e Zotit popullit të vet.
Isai apo Jezusi botës ramake, kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tër botës. Arabia ishte vend pagan. 6 shekuj pas Isait alaihi salam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e njohi botën me besimin një Zot të vetëm, që është Zoti i Ibrahimit, i Musait dhe Isait. Arianët dhe sektarët e tjerë e çorëditën botën me diskutime mbi Trinitetin, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, ndërkaq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpalli se Zoti është një, kurse Triniteti imponon idenë e idhujtarisë. Ja edhe një politikan tjetër, Bismarcku, i cili është politikan dhe mbështetas i madh, themelues i Gjermanisë Bashkëkohore, i cili njihet në popull si udhëheq, si lideri i hekurt. Ai flet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë njës i mirë i rrethanave gjeopolitike të kohës së vet, dhe i dinakrive dhe mashtrimeve në lufta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është personalitet i jashtëzakonshëm. Jo rastisht Zoti nuk nxori ndonjë tjetër në skenën e ngjarjeve botnore. Muhammed më vjen keq që s'isha bashkoha si yt, subhanallah. Ky jo musliman, thot Muhammed, më vjen keq që unë nuk isha bashkoha si yt. Kjo më kujton fjalën e Axhës së Hatijës, Waraka ibn Naufal, i cili kur ja tregoi se çka i ndodhi atij me fillimin e shpalljes, tha: kisha qenë i gjallë në kohën kur do të shtype populli jot dhe do të dëbojnë nga vendi yt, tisha qenë ndihmës i yt. Pra dhe ky thot tisha qenë unë bashk koha si yt. Pastaj thot ky libër mësues dhe përhapës i cilit je ti o Muhammed, s'është libri yt. Ai është libër hynor. Të mohosh burimin e ti është aq qesharake sa edhe të pretendosh pasaksin e shkencave eksakte. Prandaj njerëzimi vetëm një herë ka parë një figurë të tillë unikale, siç ishte ti, dhe më s'do të ketë rastin të shoh njëri të ngjashëm. Unë, thot Bismarcku, me respektin më të madh për ulem para paraqitjes tënde të madhërishme. Shikoni respektin e këtij jo muslimani, njeriu me famë, njeriu me vepra, karshi qëndrimit të intelektualëve, gazetarëve, politikanëve shqiptar, karshi figurës së madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe para se të përfundojmë sharimin e qëndrimit të njerëzve të ndryshëm karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të përmendim edhe deklaratën e Michael Hartit, njeri i cili ka shkruar një libër për 100 njerëzit me influencën, ndikimin më të madh në historinë e njerëzimit, i cili është botuar në vitin 1988 dhe normalisht në rangimin dhe renditjen numër 1 e ka venduar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai kështu thot: vënia e Muhamedit, në themi sallallahu alaihi wasallam, në krye të listës e personaliteteve më me ndikim në botë, mase mund t'i befasoj disa lexues, e të tjerët t'i bëj të pyesi për një rangim të tillë. Por ai ishte njeriu i vetëm në histori i cili ishte bindshëm më i suksesshëm si në aspektin fetar, ashtu edhe në atë profan. E pastaj na nuk marrim vullnet, energji, elan për të lexuar biografinë e tij, për të lexuar parimet e fesë islame, për të lexuar dhe njohur për sa afërmi këtë fe dhe këtë burr. E pastaj sikur thot Allahu në Kur'an, kul ja'al haqu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, thuaj erdh e vërteta nga Zoti juaj, kush do të beson e kush do të mohon. Ama të rinë në ignorancë, të flasim brockulla, të flasim, të shprehim mendime dhe qëndrime që nuk i arsyton as mendja shëndosh, as filozofia e as do thot feja, atëre kjo tregon për një nivel të ulët të komunikimit që fatkeqësisht na ndodh që t'i shohim shpesh në ekranet televizive. Pra këto janë fjalët e burrave të mëdhenj jo musliman për islamin, e që kanë thonë musliman për islamin janë shumë e më shumë, e që ka thot Allahu dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu shumë. Po kjo ishte një trajtesë në këtë formë që t'u largojmë me dyqet dhe dilemat dhe vezveset dhe smundjet shpirtërore dhe të zemrës disa njerëzve, duke përmend njerëz që ata mendojnë se janë baballarët e filozofisë bashkëkohore perëndimore, në të cilën mbështetet mendimi bashkëkohor
dhe filozofia bashkëkohore. Lutim Allahun që të na bën të qartë të vërtetën dhe ta ndjekim atë, dhe të na bën të qartë të kotën dhe të largohemi prej saj, na jep ditë të dobishme dhe vepra të mira. Zoti ju shpëlbet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.